Eliona dhe Edi janë ulur në obor, larg zhurmës së banorëve të tjerë. Ajo duket sikur po mendon diçka serioze dhe Edi e vëren. Ai e pyet me një ton të qetë, "Ç'ke kështu? Po dukesh sikur do thuash diçka." Eliona merr frym thellë dhe ja kthen me një sinqeritet të papritur, "Edi, unë po ta them troç. Benita po vdes për ty." Ajo nuk e përballon dot faktin që ti nuk i kushton vëmendje. Edhe për këtë po çmendet, po bëhet xheloze, prandaj s'pushon së foluri për ty. Edi qesh, por një buzëqeshje e gjatë, sikur se beson fare atë që dëgjon. "Po çfarë thua moj Eliona?" I thot ai duke tundur kokën. "Benita? Për mua? Jo, më fal, por unë s'do ta pranoja kurrë. S'ka asnjë mundësi." Eliona e sheh seriozisht dhe vazhdon, "Po ti nuk po kupton. Kjo është arsyeja pse ajo sillet keq, pse shpërthen, pse tallet me ty e me të tjerët. Po mundohet të tërheqë vëmendjen me çdo mënyrë." Edi fillon të qesh edhe më shumë, por me një lloj habie të përzier me ironi, "Po unë s'jam fare i interesuar. As pak. S'ka lidhje fare me mua kjo punë. Edhe nëse ajo po sillet ashtu, nuk ka asnjë shans që unë ta shoh ndryshe." Eliona tund kokën, e bindur se ajo që po thot është e vërtetë, "Po ja prandaj ajo shpërthen. E di që ti nuk e përfill. Dhe kjo e djeg. E ti se kupton fare sa e prekur është." Edi ulet mbrapa dhe qesh një herë të fundit. "Po të them unë, as në ëndër se pranoj. S'ka asnjë skenar që më lidh mua me Benitën." Ata të dy vazhdojnë bisedën, me Elionën që mundohet t'i shpjegojë arsyet e sjelljes së Benitës, ndërsa Edi mbetet i bindur se ajo s'ka asnjë vend në rrethin e personave që ai do afronte ndonjëherë. Atmosfera mes tyre bëhet më e lehtë, duke u kthyer në një bisedë të gjatë plot batuta dhe komente mbi sjelljet e banorëve të tjerë.